Sallallahu alaihi wasallam ka thënë, muslimani është ai nga gjuha e tij dhe dora e tij të cilët janë të sigurt muslimanët të tjerë. Nga gjuha, pse? Ti nuk ke me rreth për mu, nuk ke me shpif për mu, nuk ke me fol për nderin tënd, me thonë kështu e ashtu, as ki me bart fjalë, as ki me bo gibet, me thonë gjuha, pse? Që kjo gjuhë lesër, nëse ne shfrytëzojmë për të mirë, vallahi ka me na çunë në xhennet. Po nëse e shfrytëzojmë për të keq, vallahi ka me na çunë zjarr të xhenemit, edhe nëse falemi, edhe nëse japim zeqat, edhe nëse kryjm haxhin e umrën e krejt me radhë, edhe nëse jemi hafëzat Kuranit. Që kjo gjuhë neve na ngrit, që kjo gjuhë neve na ul poshtë. Ishte thënë njonit prej Khalife i ka shku një misafir, edhe ka thënë bjema prej kafshës, dhe me thënë pjesën më të mirë, ka shpja ka marrë gjuhën. Ka thënë bjema më të kesën ja ka marrë gjuhën, se me gostit misafirin. Ka thënë të lipa më të mirë, ma prunë gjuhën, po të lipa më të kesën prapë gjuhën. Tha kjo është më e mirë nëse shfrytëzohet për të mirë. Kjo është më e keqe nëse shfrytëzohet për të keqe. Pse? Se me që gjuhë, a din sa familje ja shkatru, a din sa njeri është sot në varr, njeri është nda prej grus, njeri është nda prej burit, kretë shkakuj që sa i kurë gjuhës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam desër na tregon, thot në mëngjes kur të zgjohet i biri i Ademit, të gjithë gjymtyrët e trupit që i kena në gjymtyrët e trupit, ankohen të gjuha, thënë, frigoju Allahut për ne. Nëse ti drejtohesh, edhe ne drejtohemi. Nëse ti shtramohesh, edhe ne shtramohemi. Kretë problemi është gjuhë. Me gjuhë e afron njerin, mirë po me që gjuhë edhe largon njerin. Nëse ti flet, vrash, shal, ofendon, i gjen gabime njerëse, asnjë nuk ka me të mirë. Mirë po nëse ti mundohesh me këtë gjuhë me fol fjalë të mira, sigur që ka thënë Allahu azza wa jalla, wa qulu lin-nasi husna, ti kemi afruar njerëzit. Besimtari duhet me fol çdo herë fjalë të mira. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besimtari duhet me fol fjalë të mira, pse? Të punu me ajetin kuranor. Wa qulu lin-nasi husna, ti me fjalë me gjuhë mundesh me fol fjalë të mira.